Me rastin e 14 vjetorit të rënjes së dëshmorit të kombit Ibrahim Fejzullahu në Gosponic, sot janë bërë omazhe nga përfaqësues të organizatës veteranëve të luftës së UÇPMB-s, veteranë e invalid të luftës, familjar dhe përfaqësues të komunës. Përfaqësuesit e organizatës veteranëve të luftës së UÇPMB-s thanë se Ibrahim Fejzullahu ishte vizionar i luftës çlirimtare. Sot me 29-in përkujtojmë 14 vjetorin e rënjes të Ibrahim Fejzullahut, vizionarit ton të luftës së ushtrisë çlirimtare, i cili kishte marrë pjesë dhe kishte ndërtuar rrugën për luftën tonë të ushtrisë çlirimtare për Preshevë, Medvegjë dhe Bjanos. Normalisht emri i tij edhe ishte frymëzim që të emërohet edhe brigada 113 Ibrahim Fejzullahu. Ibrahimi dhe shumë dëshmorë të tjerë, normalisht që kjo që bëjmë sot këtyre dëshmorëve është pak, kemi thënë gjithherë dhe vazhdojmë të them. Është pak, të vihet njerë në vit dhe të bëhet omazhe, të bëhet kinderim i vogël që po i bëhet sot. Këta, sa do që bëjmë ne për ta, është e pakët. Pavarësisht punëve që bëjmë për ta, është e pakët. Normalisht që duhet jemi sidomos pranë familje të tyre. Që këto familje që dhanë më shtretit e tyre të jenë ndër përkujdesjen tonë, ndër mbikëqyrjen tonë, të kenë respekt nga të gjithë ne. E në anën tjetër, kryetari Ragbi Mustafa, duke nderuar gjakun e dëshmorit, ka thënë se gjykata speciale për krime lufte duhet të dënojë paramilitarët e vet, të cilët enden të lirë, e jo shqiptarët e pafajshëm të cilët maltretohen mizorisht në burgjit e Beogradit. Jemi këtu për përkujtuar për vjetorin e rënjes Ibrahim Fejzullahut, pikërisht 29 maj i vitit 99 ishte i trishtueshëm për gjithë shqiptarët e luginës Preshevës. Gjyqi për krime lufte i Serbisë duhet t'i ftojë ata komandant, ata paramilitar që kanë vepruar këtu dhe që kanë bë këtë krim 29 maj të vitit 99 dhe krimet të tjera në luginë Preshevës, dhe në këtë kontest ajo duhet të tregojë vlerat vërteta demokratike. Por ne jemi të mësuar si shqiptar në lidhje me këto krime të luftës dhe kemi dhënë një armatë të tërë të shqiptarëve për çlirimin e këtyre trojeve. Por emocionuese ka qenë rrëfimi i bashkëluftëtarit Abdullah Selimi, i cili ka rrëfyer tërë ngjarjen e 29 majit, por i ka thënë se Ibrahim Fejzullahu ka qenë celula e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ibra ka qenë bërthama apo celula e parë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ibra ka qenë ndër luftarët më të shkatë. Fizionomia e tij ka qenë gjithmonë e buzëqeshur. Ka qenë njeri dinamik. Ka qenë njeri të cilin nuk ke mund me hidhru kur. Pra, te ai ka pas vetë tipare edhe vetit mira. Edhe prindi i dëshmorit Sedi Fejzullahu falenderoi të gjithë të pranishmit dhe organizatorët për nderin që bën dëshmorët e rënd. Gjatë luftës armatosur në Kosovë, Ibrahim Fejzullahu ishte caktuar nga shtabi i zonës Karadakut në një sitje për furnizim armatim. Ai u vra më datë 29 majt vitit 99 në Gosponic. Pas daljes së skenës të ushtrisë çlirimtare për Preshevë, Bujanos dhe Medvegjë, brigada 113 mbajti dhe mbrojti me nder emrin Ibrahim Fejzullahu. Në mëngjesin e 29 majit, paramilitarët serb mu në këtë vend masakruan dëshmorin e kombit Ibrahim Fejzullahu. Ndërkaq pak metra më poshtë, familjarët arrit të gjenin trupin e tij të pajet. Po në këtë vend, gjatë vitit 1912 dhe 44, pushtuesi serb kishte masakruar edhe 33 martir të malësisë së Preshevës.